me qëllim që t'i paralajmërojnë dhe t'i vidësojnë të gjithë qytetarët e komunës që të kenë kujdes ndaj urave të cilat lidhin disa pjesë të qytetit. Ekipi lokal i fushatës Let's Do It filloi një aksion që i paraprin datës 24 maj, tha Eranda Kumnova Baçi. Aksioni i sotshëm është promovimi i datës 24. Aktiviteti i sotshëm është kryesisht lyerja e rrethojave të urave të qytetit, me ndihmën e disa piktorëve të rinj, artistë të qytetit tonë dhe FSK-s. Ne ekipi lokal i fushatës të pastrojmë Kosovën e kemi organizuar këtë aksion dhe njëkohësisht shpreh dëshirën të ftoj të gjithë qytetarët të dalin me datën 24 maj në aksionin e pastrimit të qytetit. Aksionit ju bashkuan edhe pjesëtarët e FSK-s, si dhe disa artistë dhe piktorë të rinj nga Gjakova. Qëllimi është të bëjmë sadopak për qytetin tonë, u shpreh njërin nga artistët. Presojmë që kjo më punë edhe një rrugë që në tarmen më kryu edhe një lloj street arti në Gjakovë që më punu edhe më shpreh artistat sa më tepër në qytetin e vet. Ky aksion do të përfshijë të gjitha urat nëpër qytet, të cilat do të ngjyrosen në mënyrë që sadopak të minimohet rreziku për kalimtarët dhe vozicit, u shprehën pjesëmarrësit.